Nga aspekte e rëndësishme të komunikimit të ndërsjellët që duhet me pas kujdes që duhet me ndërtuar dhe përmes këtij raport mirë është edhe ruajtja e sekretit. Nëse kjo është çështje e rëndësishme të ndërmozë e dikush kur ta beson një sekret, realisht ka komunikuar me tu me një formë caktuar. Edhe komunikimi i hapur, po edhe komunikimi i mbyllur është çështje që njerëzit e përdorin në të përditshme, komunikojnë mes vete. Prandaj kemi mësuar deri më tani që duhet muslimani më usil kur komunikimi është i hapur, kur komunikimi është publik. Por kur komunikimi është i fshehur, njerëzit kanë sekrete, njerëzit kanë domethënë të fshehura që nuk kanë dëshirë me i përhap. Por ka nevojë kërë dikujt me rrëfy dertin, hallën e vet, problemin që e ka. Dhe muslimanët duhet të jenë gjithmonë, domethënë, të besueshëm, dhe ta kuptojnë sekretin e dikujt si emanet, përgjithësi, që e merr me supet e veta. Don kur dikush ta beson një sekret, realisht ai ta ka besuar një emanet, sigurisht me të ardhmë në rruma që rruma që të pare, rruma që të telefon, rruma që të shtëpi, e ke marrë përsipër me rujt, duhet me rujt. Nuk bën besimtar me qenë i shkujdesur, me qenë i pavëmendshëm ka shi emaneti që ka marrë. Çfarë është fjala është emanet? Çfarë është fjala është emanet? Nëse e din se nuk mund të marrë sekretin, i thosh fal, po mërshat mu pegoja habitat dikur mos më kallëzë më mirë. Mirë, po me marrë përsipër një sekret, një emanet, pastaj me prapë, padyshim që është punë e keqe.